Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra. Jemi përsëri në takimin e radhës me emisionin ton, me takimin ton, betejat që duhet fituar. Kemi folë për nismën e duhur, kemi folë për pozicionimin, kemi folë për kë është beteja dhe a është e domosdoshme. Pjesëmarrja këtu beteja që po flas për to, a është përzidhje që mund të marrim apo lejmë, mund të futemi dhe mund të dalim, apo situata është ndryshe. Dhe kemi përmendur se Allahu te barekuhu teala ka gjykuar që jeta në këtë dunjë të jetë realisht e ndërtuar mbi beteja. Mirë po, problemi i njeriu është se a e kupton këtë realitet dhe është pjesëmarrës në betejat e duhura që atij takojnë edhe a i shfrytëzon potencialet që Allahu ja dha përmes të cilave me lenin Allah del triumfues në fund të këtyre betejave. Kjo është keq që duhet të kuptojmë. Pastaj çështja tjetër. Për kë janë këto beteja? Për tokë? Janë të beteja që Allahu të bëhet më i fortë? Do ne po luftojmë për Zotin. Apo luftojmë ne që Allahu t'i shtohet pushteti? Këto beteja a janë për Allahun xhallahu ala që atij t'i shtohet pasuria? Jo, absolutisht. Nuk i duhet Allahu xhallahu ala asnjë betejë jona. Nga sa askush në betejë me Zotin nuk ka mundësi. Ai ka poshtë të gjithë, ai ka gjynxuar të gjithë. Dhe argumentet e fuqisë absolute të Allahut dhe pushtetit të pakontestueshëm që ka Allahu xhallahu ala janë të shpërndara kudo qoftë dhe i shën vërtetësi. Andaj Allahu xhallahu ala është lart. Nuk rrezikohet asnjëherë, as pushteti i tij, as pasuria e tij, as qenia e tij. Absolutisht, është absurde të mendohet kjo. E për kë betej? Për ty, që ti t'ja dalësh në fund, e të kthehesh te vendi nga ku doli baba yt, Ademi alayhis salam. Kjo është këtë. Ademi alayhis salam me Hawan, nënën e besimtarëve, nënën e njerëzve dua të them, jo vetëm besimtarë, këtë njerëzve. Si Ademi alayhis salam që është baba i gjithë njerëzve dhe Hawaja është nëna e gjithë njerëzve. Nga këta dy pastaj rrodhën gjenerata e gjenerata njerëzish. Këta ishin xhenet dhe dolën. Kush i nxori nga xheneti? E po një armik që për të do të flasim. Dhe pastaj çka ndodhi? Allahu te barekuhu teala i tha njeriut tash je në betejë. Ishin xhenet, gjithë ato mirësi i ke gëzuar pa betejë. Rahat, në paqe. Dhe tashmë duhet ta paguash çmimin e rikthimit. Edhe çmimi i këtij rikthimi është fitoria këtë betejë. Atë për ty është. Beteja është për ty, ti lufton për veten tonë. Ti godet në këtë betejë për veten tonë. Prandaj të nderuar, është shumë le ta kuptojmë se çështja është serioze. Ka të bëjë me mua, me ty, me ata. Prandaj Allahu xhallahu ala shkallët në Kur'an. Ja ayuhan nasu, ja ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. O që keni besuar, ruani veten e juaj. Ruani veten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Ruajeni. Çish më rujt? Luftani. Ballafaqoheni me betejat që çdo fitore ju largon nga xhenemi e ju afron tek xheneti. Prandaj me një fjalë betejat janë për neve. Na duhet të marrim pjesë dhe na duhet fitojmë. Dhe fitoria e jonë është në favorin tonë. Kaq. Arsyetimet e njerëzve se ka qenë koha, ka qenë situatat, njerëzit më kanë pengu, këta më kanë bo, ti gjykimit nuk janë të pranueshme. Kështu që kujdes, mos ta luajmë rolin e viktimës, mos ta arsyetohemi pa nevojë, por të angazhohemi, të përpjekemi, të kuptojmë gjëra si duhet dhe t'ia dalim me lejen e Allahut të mënduar. Pastaj është një çështje tjetër më e rëndësishme që dua ta trajtoj derisa të vim tek armiqt, nga se jemi duke u përgatitur. Këto tema janë përgatitje e rëndësishme para hyrjes në betejë. Kur i kuptojmë armiqt që kemi, pastaj do të flasim edhe për çdo armik si duhet me mposh në betejën që na takon me të. Për gjitha këto kallëzime, alhamdulillah. Po para kësaj është një pyetje e radhës. Mirë,
e kuptova për kë është betejë. Në rregull, kush lufton këtë betejë? Unë, qyshon? Me tërë qenjen time, apo a ka udhëheq këtë betejë? Kush më udhëheq këtë betejë mu? Të nderuar, njeriu ka pamjen e jashtme dhe ka pamjen e brendshme. Pamjen e jashtme e ka rregullu Allahu te barekuhu teala. Dhe armiku në esencë, me përjashtime të caktuara, por në esencë nuk e synon pamjen e jashtme. Nga sa ajo nuk është më rëndësi në këtë betejë. Nuk është fare më rëndësi në këtë betejë, a je i bukur apo nuk je i bukur. A je e bukur apo nuk je e bukur. Fare më rëndësi nuk është. Në këtë betejë fare më rëndësi nuk është a je i bardh, a je i zi. Hiç nuk ka më rëndësi. Hiç nuk ka më rëndësi çfarë teshe ke. A është me model, a është e firmave të njohura, a është e thjesht, hiç nuk ka më rëndësi. Absolutisht nuk ka më rëndësi. Në aspekt në jashtëm, armikut nuk i bën shumë përshtypje ç'është dukështi. Përveç situata të caktuara kur i duhet për betejë tjera. Po në esencë jo. Nuk lufton për shkak me ta nxirr synin, nuk lufton për shkak me ta shordo veshën, nuk lufton për këtë. Dhe njeriu është edhe e brendshme atij. Atje janë bindjet e tij, atje janë orientimet e tij, atje janë vendimet e tij, atje janë besimi i tij, që atje mrana janë gjitha. Që atje është fush betejë. Prandaj zemra është udhëheci jonë në këtë betejë. Zemra, nga se zemra duhet të triumfoj në këtë betejë, që t'ja dëshmon Allahu te barekuhu teala orientimin e saj ka Allahu azza wa jall. Të kthehet zemra ka Allahu. Kjo është. Të jetë zemra e lidhur me Allahun te barekuhu teala. Kjo është fitoria. Që zemra të komunikon me Allahun te xhallahu në vazhdimsi pa u ndikuar nga rrethanat e jashtme. Mund të kemi dhimbje në dorën tonë, mund të kemi barkun e zbrazur, mund të kemi teshën e grisur, mund të kemi ftoft, zemra nuk lëviz nga komunikimi dhe mendimi i mirë për Allahun e mënduar. Ka raste kur njeriu për shembull, si pasojë e rrethanave të jashtme, përcaktohet edhe disponimi i saj me Allahun te barekuhu teala. Ka njerëz që kur Allahu jep, me Allahun janë mirë. Ose harron Allahun xhallahu ala. Ka raste kur Allahu xhallahu ala e sprovon dikën, lidhet me Allahun xhallahu ala. Po ka raste kur ka mendim të keq për Allahun, thotë, e pse Allahu bëri kët? E pse Allahu s'e nalt keqen? E pse Allahu s'ndihmon? Ka me kuptuese, domethënë e jashtmja fatkeqësisht e ka ndikuar të brendshmën dhe e ka mposhtur. Prandaj të nderuar, zemra është më rëndësi. Dhe për këtë Allahu qartës e përmeni. Në Kur'an, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk do të bën dobi pasuria e as trashëgimtarët, as fëmijët e as përkrahasit e tu që i ke pas. Sa më rëndësi sa fëmijë ke pas, sa më rëndësi sa pari ke pas, ditë gjykimit. Nga se atje shpallet fitoria dhe humbja. Atje shpallet. E ne po dëshojmë që të shpallemi fitimtar tek Allahu xhalla xhelalu. E kush shpallet fitimtar? Allahu tha, illa man ata Allah bi qalbin salim. Të shpallet fitues ai që vije me zemër të shëndosh. Domethënë, një zemër e shënosh. Çka nuk kupton kjo zemër e shënosh? E shënosh në kuptim organik. Nëse shkon të bën injimet e caktuara kardiologjike dele shëndosh, ata që kanë zemrat e smura në kuptim të probleme me rrahjet apo tjera probleme, për shembull me ngushtimin e enëve të gjakut e kështu me radhë, këta për shembull nuk janë të Allahut mirë, jo. S'ka të bëjë me këtë, absolutisht. Jo, flasim për një zemër që i ka shpëtuar dy smundjeve të mëdha, që ato smundje pastaj kanë shumë smundje tjera. I kanë shpëtu, kjo zemër i ka shpëtu smundjes së dilemave, të sa të pengojnë pranimin e pakontestueshëm të udhëzimeve të Allahut azza wa jall. Dhe smundjes së epsheve që pengon kjo smundje me smundjen e saj në nështrimin e pakontestueshëm të Allahut mënduar. Shumë interesant të nderuar vëllezër dhe motra, sa bukur Allahu këto punë ka servuar. Do të thotë,
Allahu xhallahu ala ka dërguar shpallje dhe ka dërguar pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në raport me këtë kujdes hynor për neve, që ne mos të bredhim, mos të humbim, mos të devijojmë, në raport me këtë realitet, që ne timi fitimtar dhe shpërlyet dhe gjykimit, Allahu ka kërku dy reagime nga ana jonë. Që ne dalim kështu, ka shti kësaj shpallje, Allahu ka kërku nga ne dy reagime. Reagimi i parë është pranimi dhe besimi i vërtet, i pakontestueshëm, i asaj që na ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi alayhi sallam. Dhe pastaj, pas besimit dhe pranimit, në nështrimi i pakontestueshëm dhe i parezerv ndaj tërë asaj që Allahu e ka kërkuar nga ne, qoftë në aspektin e veprimit apo qoftë në aspektin e praktikës. Kaq. E armiku nuk e dën këtë reagim. Andaj tenton me e vështirësu këtë reagim, me e kompliku këtë reagim, me smundje që e vështirësojnë lëvizjen e zemrës drejt Allahut mënduar. Ose në aspektin e pranimit, ose në aspektin e nështrimit. Andaj sot gjejmë njerëz që kanë dilema. E përmendën një pyetje më herët. Te çështja e ringjalljes, kush u kthy prej asaj bote? Për shembull, nuk e kena pa në xhenetin. Disa nuk e kena pa në Zotin. Kjo dilemë që nuk ka reale, nuk ka dileme qëndrueshme, por smundja e bën të pranueshme. Smundja e zemrës e bën të pranueshme. Zemra është smur, është lodh. Dhe si e tillë nuk mund të jetë pjesëmarrëse e fuqishme në betejë. E kur është e smur, nuk është e fuqishme, është e prangosur, e lodhur, a mund të fiton? Shumë vështirë. Shumë vështirë, mos them ju. Kështu që armiku me aleat e vetë që do të lasim për ta, inshallah, synon zemrën tone. Atë ka më rëndësi. Mund të zbukurosh jashtë sa dush, nuk i bën problem. Parhymosu sa dush, nuk i bën problem. Madje shpesh të nxit në këtë, nga se interesimi i madh dhe kryesor me të jashtëmën është në favor të armikut. Është në favor të armikut. Ndërsa braktisja e zemrës, mos ushqimi i zemrës, mos trajtimi i dur i zemrës është në favor të armikut. Ndërsa në dëmin ton dhe në dëmin e epilogut përfundimtar të kësaj betejë që ne shpresojmë të shpallëmi fitues ditën e gjykimit. Andaj vllai nderuar dhe monë nderuar, zemra që ka më rëndësi. Zemra. Edhe njerëzit sot këtë e përdorin, po gabimisht. Kur do dikush më tregoj se është i mirë, i devotshëm, besimtar, çka thot? Nuk thot e kam gjuhën e mirë. Jo, nuk thot. Nuk thot për shembull e kam shpinën e mirë. Jo, çka thot? E kam zemrën e mirë. E dim të gjithë se zemra është më rëndësi. Kur themi për dikën se është për shembull bujar, nuk themi për shembull është shumë i bardhë. Nuk themi për shembull i ka flokë të bukura. Nuk themi kështu. Po çka themi? Zemërgjon. Domthon bujar, bujaria nga zemra është. Kur flasim për dikën që trim, nuk themi për shembull se e ka makinë e mirë, mbrohet, nuk themi kështu. Çka themi? Zemërlon. E nuk ka zemrë e lonit, po zemra ti realisht është aq trimnesh, aq është domthon e guximshme, saqë përgjasot me lonin. Prandaj zemra është krejt. E ne bëjmë këtë pyetje. Si është gjendja e zemrës tonë? A është zemra jote e gatshme, e përgatitur, e pastër, e fuqishme, e guximshme, e lidhur me Allahun sa duhet për të futur në betejë? A është zemra e shëndosh? A duhet bëjmë matje? A duhet bëjmë kontrolla? Padyshim se po. Duhet bëjmë kontrolla. Nga se një zemër që është e mbushur zili, hased, është e lodhur për betejë, nuk ka mundësi. Një zemër që ka arrogancë, një zemër që ka mendjemallësi, një zemër që ka vetpëlqim, është e lodhur, nga se mendjemallësia të lodh. Mendjemallësia është në shpërputhje me natyrën njerëzore. Është shpërputhje, është diçka e jashtme që nuk përputhet me konstruktin e brendshëm të njeriut.
Nuk përputhet me natyrën e tij, me zemrën e tij, nuk përputhet. Prandaj e lodh njerin me ndjemëllësia. Njerëz që janë zyrtarë janë të lodhur. Se du të menu gjithmonë qysh mi bot dëm këti, qysh me mësme pas kjo, pse ka kjo të lodh kjo qansje kaq negative, karshi dikuj të lodh. Kësi jenë beteja që të pa kuptim ta nuk duhet me qenë pjesë e tyre, por ja që njerëzit janë pjesë e tyre. Andaj të ndëruar, zemra është e shnosh, apo është e smur. Sa është e smur? A mund të smurët zemra? Jo edhe që mund të smurët, po e mund të vdes. Andaj të ndëruar, këtë duhet ta kuptojmë në pjesën e fundit të kësaj, të këtij takimi sot së bashku me juve. Zemra është, e kuptuam, udhëheci i betejës. Nga se tha pejgamberi s.a.s. Në trup është një organ, nëse është në rregull, krejtë në rregull. Do të thonë mirë jemi, do të flasëm mirë, do të shikojmë ku duhet dhe çka duhet, do të dëgjojmë çka duhet, do të prekum dhe veprojmë çka duhet, do të ecim ka duhet. Pse? Kush e ka bërë gjitha këto si duhet, ka se zemra si duhet. Me dëshminë e Muhamedit alayhi sallam. Nëse ajo nuk është në rregull, asgjë nuk duhet në rregull. Nëse zemra është e smut, smundja son të bërë tek gjuha, të bërë tek syni, të veshit, të trupit, të lëvizjet, të gjymtyrët, të orientimet, të përshtypjet, të reagimet, të gjitha këto. Ndaj, para se më punë betej, duhet me shikua udhëhecin. A është i gatshëm të na udhëheqë këtë betejë? A është i ushqyer ç'është duhet, me ushqimin e dur? Cili është ushqimi i zemrës? Dhe smundja e zemrës. Gjitha këto më rëndësi. Ti kontrollojmë para se të futemi në betejë. Nga se gjitha bëhen rreth zemrës dhe bëhen për zemrën gjithashtu. Ai që e dominon zemrën, e dominon këtë njeriu. Për këtë arsye, Allahu xhallahu ala e ka bërë zemrën e ka bërë Allahu xhallahu vend ku rrin besimi në Allahu xhallahu ala. Bindja është në zemër. Bindja është në zemër. Dashuria ndaj Allahut është në zemër. Shpresa në Allahun është në zemër. Frika ndaj Allahut është në zemër. Mbështetja në Allahut bëhet me zemër. Mendimi i mirë për Allahun bëron nga zemra. Pastaj manifestohen patjetër domosdoshmërisht përmes gjuhës dhe gjymtyrëve. Në të zemra në gjitha. Për këtë arsye armiku me alat tenton që këtë zemër me e lodh. Mos tjetë e fuqishme e pastaj edhe goditse mjaftueshëm dhe aktive mjaftueshëm në këtë betejë. Ose tenton nganjëherë edhe me çorientu nga betejë reale komplet që tjetë pjesëmarrëse në betejë pa kuptim ta ku lodhet atje pastaj. Nuk është mejdan i saj atje të lufton. Raskapitet, gjynëzohet e armiku me komoditet pastaj e dominon dhe e orienton. Allahu ka përmendur se zemra është në esencë e shëndosh. Dhe këtë zemër duhet ta ruajmë. Ta ruajmë nga smundjet, ta ushqejmë ushqimin e dur. Nga se nëse nuk e bëjmë këtë, ajo smuret. Sikurse për shembull smurja e dyftërsisë. Sikurse për shembull smurja e, për shembull vetpëlqimit, mendimallësisë. Allahu tha në Kur'an, fi qulubihim marad. Në zemrat e tyre ka smundje. Fazadahumullahu marada. Dhe Allahu ashton këtë smundje në kuptimin e asaj që ata injorojnë trajtimin dhe ju shtohet smundja. Andaj kur shtohet smundja, njeriu kur është smundë të ndëruar shikues, a është mirë? A shihen e ka rregull? Jo, nuk ka. Mund të jetë për shembull dikush thotë është e ëmbël, thotë jo më duket e thellë. Ai nëse është e ëmbël, pati duket e hidhur. Dhe këtu shumë dallime që disa dietare kanë përmend të kaluarën, muslimanë vërtet sinqert se namazi për ta është pritimi i këndshëm. Na kemi lodhje. Na falem, po jo me çasë kënaqësie. Domethënë, ku është problemi? Për shkak të zemrës. Sa armiku don me na lodh në namaz që dal ngadal edhe me lon namazin. Këtu janë betejat. Zemra smuret dhe zemra dhe vdes. Qysh vdes? Nuk ndin më. I thuhet ka thonë Allahu, si për përshtypje fare,
kemi ringjall, kemi vdek, xheneti, xhenemi, nuk ka rregull kjo, haram kjo, absolutisht kur ndikimi, sikur i flet njeriu të vdekur. Kjo mund të ringjallet, me udhëzimet e Allahut azh, me ushqimin, por gjendja e saj mund të jetë gjendja e njeriu të vdekur. Prandaj varësisht nga gjendja e zemrës varet edhe fitoria nesër. Për arsye ne duhet punojmë në trajtimin e zemrës tona, që të jetë zemër e shëndosh nga smundjet e dilemave dhe smundjet e epshave, dhe të jetë e ushqyer me ushqimin e shpalljes, e ujitur me ujin e shpalljes, nga se ajo është ushqimi i përshtatshëm për të, që të zë vend lirshëm dhe të dominon zemrën tonë besimin në Allahun xhallahu ala, dashnia ndaj Allahut xhallahu, pranimi i pakontestueshëm i tërë asaj që vjen nga Allahu dhe ndërtimi i parezervë në tëra që Allah e kërkon për neve. Kështu jemi të gatshëm për betejë. Allahu na ndihmoft e na lesoft. Takojmë në takimin e ardhshëm me pjesë e radha të betejës. Ta njohim armikun ton dhe pastaj të shohim se si duhet luftuar këtë armik dhe alat e tij të tjerë. Zoti ju ruaj.